Ditëve të fundit në media u raportua për praninë e dronave serb brenda territorit të Kosovës, duke rikthyer shqetësimet për sigurinë dhe sovranitetin e vendit, veçanërisht në zonat kufitare. Këto raportime kanë nxitur reagime dhe diskutime në opinionin publik, ndërsa institucionet e sigurisë janë detyruar të sqarojnë natyrën e aktiviteteve ajrore të evidentuara. Lidhur me këtë çështje ka folur eksperti i sigurisë Drizan Shala, i cili thekson se raste të tilla nuk janë të panjohura për Kosovën. Në të kaluarën ka pasur raste të dokumentuara kur fluturimet e dronëve mbi brezin kufitar të Kosovës janë identifikuar si të ardhura nga Serbia, duke ngritur shqetësime legjitime në lidhje me sigurinë dhe sovranitetin, shprehet Shala. Megjithatë, sipas tij, për rastin konkret që po shqyrtohet aktualisht, informacionet zyrtare flasin për një aktivitet tjetër. Sipas informacionit zyrtar të dhënat për rastin në shqyrtim, aktiviteti ajror i regjistruar i përket misionit ndërkombëtar të sigurisë KFOR, i cili vepron sipas mandatit të tij, duke monitoruar dhe ruajtur stabilitetin, thekson eksperti i sigurisë. Shala vlerëson se pavarësisht origjinës së dronëve, këto situata krijojnë ndjenjë reale pasigurie tek qytetarët, sidomos në zonat me më të ndjeshme. Megjithatë, këto situata pavarësisht nga origjina e dronëve, krijojnë ndjenja reale pasigurie tek qytetarët, veçanërisht në zonat kufitare dhe komunat e ndjeshme ndaj sigurisë. Për banorët vendas, dallimi mes një droni të një misioni ndërkombëtar dhe një droni që vjen nga jashtë territorit nuk është gjithmonë i qartë, gjë që ndikon drejt për drejt në përcaktimin dhe perceptimin e rrezikut dhe paqen publike, vlerësoi ai. Sipas Shalës, pikërisht për këtë arsye është i domosdoshëm një komunikim më i hapur dhe më transparent nga institucionet përgjegjëse. Është shumë e rëndësishme që institucionet lokale dhe misionet ndërkombëtare të sigurisë të angazhohen në një komunikim më aktiv dhe transparent me shoqërinë, duke sqaruar se çfarë ndodh, për çfarë arsye dhe si. Informimi i duhur dhe në kohë është baza për të parandaluar panikun dhe për të shmangur keq interpretimet e situatave të sigurisë, theksoi ai. Në fund, eksperti i sigurisë nënvizon se kjo çështje nxjerr në pa nevojën që Kosova të vazhdojë forcimin e kapaciteteve të saj për monitorim dhe koordinim të vazhdueshëm me misionin ndërkombëtar të sigurisë, me qëllim garantimin e stabilitetit dhe i qetësisë së qytetarëve.